Peshk i pjekur apo i skuqur, ja cili bën mirë për zemrën. Shumë studime flasin për vlerat që omega-3, e cila gjendet me shumicë tek peshku, i dhuron shëndetit të zemrës. Sipas ekspertëve, në një studim të zhvilluar midis peshkut të zier dhe të pjekur, duket se arrin të sjellë më shumë vlera për trupin tuaj. Gatimi i peshkut në këtë mënyrë. Sa më shumë të jetë ruajtur ajo gjatë gatimit, aq më të vogla janë shanset e prekjes nga sëmundjet e zemrës. Sa më i thatë, i konservuar apo i skuqur të jetë peshku, aq më shumë do të rrisë riskun e zhvillimit të sëmundjeve kardiovaskulare si tek burrat ashtu edhe tek gratë. Sipas Dr. Liksing, ju duhet të merrni 3.3 gram omega-3 në ditë në mënyrë që të mbani një shëndet kardiovaskular të shëndetshëm, ndërsa gratë rekomandohen të marrin të njëjtat sasi, megjithse efektet e omega-3 janë më të dukshme tek burrat.